Mirë mbrëma dhe mirë se vë takohemi edhe sonte jemi së bashku në krejtën debat, një temë që na përcjell thuajse çdo ditë me erëzën bile shpesh edhe ankohemi njëri me tjetrin, shpesh i thojmë një tjetrit ball mos u ankose se veç po ankohesh, po prap se prap ankesa. Ankesa, Lirek. Ankesa. Kemi pa që si shoqëri ankohemi për politikën, ankohemi për çmimet, ankohemi për papunësinë, ankohemi për trafikun, po kur vije fjala që të veprojmë, nuk veprojmë. Jemi shumë kritik ankohesh nuk kryen punë tash në po di. rrjete sociale, ankohemi kemi gjetë një vend ku mundem me shfaq ankesat tona, por që nëse flasim për veprimet, kemi pa shumë pak veprime. Ne kemi pa herën e fundit, kur jemi ankuar për çmimet e energjisë elektrike, kemi pa që kur shtirë protesta, shumë pak vetë kanë dalë në protestë, krahasuar me ankesat që kemi pa në rrjete sociale. Po, kalla erës në rrjete sociale, ulesh prej sallonit, të pengon diçka e shkruan, me rëndësi ndoshta do të na tregoj pas pak edhe psikologja, ata besoj atë lirimin e vet emocionale bëjnë ndoshta në moment caktuar. Kudo që e bojnë veprimin, qoftë në rrjete sociale, qoftë kështu direkt. Po, për shembull, presim direkt gjithmonë edhe prej dikujt, për shembull, kur ankohemi gjithmonë presim tek dikush tjetër me përmirësu, ndoshta ndonjëherë duhet të nisemi edhe prej vetes, sepse nëse ankohemi për komunikacionin edhe vetë jemi pjesë të komunikacionit, fillo prej vetes, je pak respektoj shenjat e komunikacionit. Mos del edhe pa nevojë me vetur. Po, mos del pa nevojë me vetur për diçka që e ki që shkon për 10 minuta në kom, mos i jep makinës, po... Po dhu që po e keq përdori mirë, kështu me... Kemi qef. Me që e përmende komunikacionin, kemi qef. asë po na prekën tem trënd, po na prejkë herës, të komunikacionin ashtë dhe det ankohemi për këtë çështje. Do t'jetë kjo tema e sotme për diskutim, do flasim bashkë me panelistët të cilët i kemi në studio, po pare se shkojmë tek prezantimi i tyre si gjithmonë, falendrojmë bashkëpunëtorët e këtij emisioni, falendrojmë Airticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofrojnë lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në airticketa.com. Gjithashtu falendrojmë Spitalin Fatih, i cili gjendet rrugës për në Çagllavic, tashmë i dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore në fusha të ndryshme të shëndetësisë, por me një fokus akoma më të veçantë në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë në vendin tonë që trajton infertilitetin tek burrat. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtime të tjera estetike. Klinika Trandevu shpallur klinika më mirë në Evropë për shërbimet që i ofron. Për me pa këto shërbime, klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu, ku atë mund gjeni edhe më shumë informacione. Gjithashtu falendrojmë edhe Spitalin Italian të Syrit, që është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vendin tonë, duke i bashku gjitha standardet, sjell këtu në Kosovë bashkë me një ekip të specializuar të profesionistëve vendor ndërkombëtar, me një synim të vetëm, të shohim më mirë dhe gjithçka që bëhet aty gjatë trajtimit bëhet pa dhimbje dhe me shumë lehtësi. E me neve, sonte në studio, është Vebe Aliti, mirë se erdhe. Mirë se qej. Knatësi. Femi Cakulli, mirë se erdhe. Naim Iljazi, knatësi që t'jeve pjesë panelit. Faleminderit, gjithmonë knatësia është. Edhe për ne. Gjithashtu në anën tonë të djathtë e kemi Behare Bojagjio, mirë se vjen, knatësi. Gjithashtu e kemi edhe Faton Berisha, mirë se vjen, knatësi. Ka po ja nisim Erza. Shumë të qetë paneli, është shumë i qetë. Çka ndodh kur është paneli qetë para debatit? Me ditëve tjera të javës që kemi pas debate pak më të zjarta. Po nisim me Beharen, sipas teje, pse si shoqëri ankohemi, po nuk veprojmë? Nëse flasim vetëm për ankesat, do të thotë se cila shoqëri ka ankesat e veta, por ka dhe veprimet e veta. Por pyetja është sa po marrim iniciativa për të vepru kundrejt ankesës. Kur ne ankohemi, do të thotë kemi identifikuar një problem apo një çështje që është shqetësuese për ne ose pakëndshme, mirë po sa po veprojmë, ajo është personale ose subjektive. Thuhet përgjithsisht për shoqërinë tonë si jemi shoqëri vetëm ankesave,
por mendoj se nuk do të përgjithësohet kjo, se për kundrejt ankesave kemi edhe shoqëri me përgjegjësi, do të thotë që punojnë, angazhohen, veprojnë. Prandaj kjo është relative, do të thotë është vetëm jemi shoqëri ankuese, por jo të vepruese. Sa është rëndësishme që ankesat me u adresu në vendin e duhur, pak me erëzën bëm një lloj ironie në fillim të emisionit që shumë letë sot ankesa po plasohet ose të paktën po del në rrjetet sociale, herë shohim edhe ofendime shumë çka tjetër. Çka ndikon tek ai individ, që atë ankesë që ka të paktën nëse nuk e drejton tek institucioni ose vendi ku duhet, e drejton në rrjetin e tij social? Për mendimin tim, do më thonë nëse ankesa orientohet vetëm në rrjetet sociale, është vetëm një lloj çlirimi emocional. Pak më herët e vetëm sa pra atyre ju ndihmojnë. Po, do më thonë vetëm se e shpreha një pak kënaqësi, e thash diçka që nuk më pëlqej, po çka bona unë për çet ankesë. Nëse nuk adresohet në vendin e duhur ose nuk merret përgjigje për atë ankesë, kryesisht se humb besimi. Prandaj edhe kur kemi humbje të besimit lidhur me ankesat, me shqetësimet tona si shoqëri, atëherë edhe krijohet ajo ndjenja e pafuqisë. Që quhet ndjenja e pafuqisë së mësuar, ne mësojmë se edhe nëse ankohem, s'është që kam e marrë dikush parasysh këtë ankesë, prandaj ma mirë mos përpiqem fare, edhe atëherë këtu fillon edhe pasiviteti. Domethënë ndryshimi nuk ndodh. Domethënë e bindim veten, besojmë se ndryshimi nuk mund të ndodh, edhe pasivizohemi. Pra ndryshimi ndodh, sado që një veprim i vogël, një lëvizje e vogël, një ndryshim i vogël mund të ndodhë dhe një ndryshim i madh, po kryesisht kur ne gjithë secili marrim përgjegjësi për veti, bëjmë angazhime qytetare edhe marrim iniciativa personale për të bërë një ndryshim nëse dojmë. Pra, po them prapë, ndryshimi fillon prej vetës. Ato nisë, vërtet. Pa tonë për çka janë ku kohëve të fundit? Ti marrim live do ankesa. Nuk bëj shumë ankesa, ma kom problem për shtyne që kanë ankesa. Si do bësë në rritë sociale, Facebook. Po, pre ankesave, kështu fillon në kritikë dhe në kritikë absurde, që s'ko të bëj heq nështë me temen. Po, kjo besë që nuk është vesh të nasi shoshni si popull, kjo ekziston, ankesa është lind vetë me njeriu, me fëmijën, si shtojmë, për shembull, pakoj fëmija nuk e merr nana. Po, tash varet çysh din me menaxhute atë ankesë. Në shtetet më zhvillume, edhe ankesat nuk mundesh me bë të ketë absurde, ose shteti çfarë funksional që ty në farë mënyrë ta drejton edhe çfarë ankese me bë. Çfarë ankese ke pa në rrjetet sociale që tu ka dhënë shumë absurde sipas teje? Për mua është shumë absurde edhe besoj që fsha gabim, po besoj që shumë prej njerëzve kanë nevojë për një trajtim serioz te një psikolog, saqë ne e morëm që s'bëm me shku te psikolog se do të zhmut, ama kohën e fund po besoj që kanë shumë njerëz nevojë për këtë. Çka ka shtypur? Arsyeja që pse, për shembull, unë hi me një rrjet social. Edhe unë jam okay me veten, tash po hi po pëlqen diçka në rregull dhe marrë lezoj e shkruaj. Nuk po pëlqen diçka, po i scroll dhe vazhdoj, domthonë nuk ndon ato. Tash dikush ose shumë kush, tash në orët bashkë një sen që po hi edhe hiç se kupton, e del këtë jashtime me një koment, me një kritik, që thu, po, ka dola shkruan e që ta, a qka shtë të thonë këtë, që kem të thonë une. Pe që ty në kuve të fundit, ta që e kom vrejt, nuk e di, ashtë pun pandemije, ashtë pasujat e luftës, tash po vrejtve, që kuve në fund e kom vrejt, jashtë zakonisht shumë që sa kritika ankesa pa nevoj. Qëllet flasim për shambull në për shumë shtetet të ndryshme, në një lëvizje lehtë të çmimeve për produkte ose për diçka tjetër. Franca, për shembull, Franca njihet për lëvizjet e qytetarëve të shumta. Çohen qytetarët, protestojnë, reagojnë në forma ndryshme, ndërsa tek ne nuk ndodh kjo. Ne çdo ditë ankohemi që e kemi energjinë në shtrajt, e kemi karburantin shtrajt, çmimet e produkteve shtrajt, por këto po mbesin veç në Facebook? Jemi mësu që ashtu edhe përmbushum vetën nështë emocionalisht që edhe psikologja. Per shembull, tash mundu me kona në stadion futbollin, aton e gjykojmë arbitrin, e gjykojmë lojtarin, e gjykojmë trenerin, me na thon hajde tash jëm fush, zbraz dhe ke stadioni se s'di me lu. Po menojmë që me një mendim që e shprehum, menojmë që për një metë që ashtu veç duhet me konë qaj mendim. Edhe me drejtu se cilën si mas mendimeve tuna. E qartë. Bebe, ju jetoni jashtë, krasu me Kosovën si ishe ti këtë pjesë. Mendon që ankohemi shumë si shoqëni, po nuk veprojmë as pak? Po,
Ankesa është një shprehje e pakënaqësisë së njeriu ndaj një dukurie ose në shoqëri ose në të një lëmi të caktuar. Problemi është se ku drejtohet ankesa. Drejtohet në një vend të duhur apo në një vend të paduhur. Është nga ajo që unë ndjeku në rrjetet sociale, jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në pjesën gjermanofolse, është shumë se dallimi është këtu. Derisa në vendet të them këtu shqiptarofolse, mos t'i përmendi Kosovë e Shqipërinë, ankesat bëhen zakonisht në rrjetet sociale në vendet të cilat nuk janë të dedikuara për dukuri të ndryshme. Ndërsa në vendet të tjera, për shembull, ose në vendin ku jetoj unë, ankesat bëhen në vendin të cilët janë të përgjithshëm pikërisht për atë dukuri. Nëse marrëm për shembull u përmend pak më herët rrymë elektrike, shtetime, rrymë elektrike, ti mund të ankohesh sa të duash në rrjetet sociale, efekti është zero. Ti duhet të ankohesh në vendin ku mbaret çmimi i energjisë elektrike. Prandaj po them këtu rrjetet sociale tek ne më shumë shërbejnë për të shkruar diçka, për të tërhequr vëmendje diçka, sesa për të ndikuar diçka. Këtu është ai problemi, pastaj merrja me dukuri të kota të cilat nuk sillen asgjë për shoqërinë e as për individin, aq më keq. Kështu që edhe një duhet ta them se nëse krahasojmë për shembull vendet gjermanofolse, në një kam vuvrej prej 53 punëtorëve në një firmë, vetëm 3 vetë kanë qasin në rrjetet sociale. Tash paramendoni. Prej tyre ende ka që nuk kanë telefona që i themi një të mençur apo smartphone. Ndërsa biseda ime është kurioze, se dëshiroj edhe pak të zbuloj se cila është arsyeja pse këta njerëz nuk i ndjekun trendet e shoqërisë. Arsyeja tyre është shumë e thjeshtë, thonë nuk më nevojiten. E kërkoj qetësinë time, kam jetën time, çfarë më interesojnë mendimet e njerëzve të tjerë për dukuritë e ndryshme të jetja, me të cilat me të gjitha nuk pajtohem asun. Megjithatë mund të them si shkurt për ta përmbyll këtë pjesë, ne jemi shqiptarët në përgjithësi, jemi njerëzit më të përfaqësuar në rrjetet sociale. Se ndodh kjo? Për ma të përfaqësuar në rrjetet sociale vërtet. Mirë të bile dika. Se ndodh kjo? Pse neve na vjen ma lehtë në rrjetet sociale, pse nuk shkojmë me u përfaqësu të vendi? Edhe atë komentin ai shqiptarit që i ka komentu Nasës, që është do koment viral, ku i ka shfaq ato pikpyetjet e veta në raport me foto. Përmendi Fatoni, tha, pak rëndësi është a dim as dim, ne? Rëndësi edhe me UEFA-n kapemi. Po, unë mendoj që kjo është një dukuri shoqërore, e cila kërkon një studim të thellë nga njerëzit të cilët merren me këtë dukuri. Unë nuk i përkas një fushë të tillë të psikologjisë, ose çka ne mund të gjykojmë nga i këndi i ynë i ngushtë, ose i gazetarit, ose i ndjekësit të rrjeteve sociale të tjera. Po, a mund tjetë mos besimi, si që përmendi psikologja, kur një qytetar ndoshta në këtë rast i Kosovës nuk beson në një institucion caktuar, thotë sa shkoj dhe përballë, na më mirë po flas këtu në rrjetet sociale dhe pe kryse nuk zgjidhet puna. Është një arsye edhe e fortë. Mirë po, nuk shohni diçka të keqe ankesat cilat bëhen edhe në rrjetet sociale. Është më rëndësi që këto ankesat jenë reale. Nuk mund na të kërkojmë për shembull puna është trajtimi të rrymës elektrike, për marrëm si shembull me qenë se u përmend. Rryma elektrike është shtrentuar në krejt vendet e Bashkisë Evropiane. Gazi është trajtuar në të gjitha vendet e Bashkisë Evropiane. Të gjitha këto shtetime të cilat bëhen këtu janë të bëra edhe jashtë. Po, standardet e këne dhe be është ndryshe. Nuk mundemi ne mu krahasu me Gjermani, me vende tjera, sepse kemi standard tjetër tjetesës. Pra edhe ankesat i shfaqim këtë lloj forme. Megjithatë, shiko, megjithatë kemi një disbalancë në mes asaj çfarë thuhet e çfarë është. Dallimi për shembull në mes të marrim këtë rast të Kosovës dhe një vendi për marrë Gjermaninë ose Zvicrën, është ma shumë në aspektin social, jo në aspektin e të ardhave të cilat fiton ai person. Në qenë se këtu na paraqiten njerëz të cilët
shpesh herë i zmadhojnë edhe të ardhat personale atje. Unë kam dëgjuar i marrë 7.000 franka, 8.000 franka në mujt. Nuk është të vërtet. Nëse mirën ato, mirën si bruto, por jo si neto. Do të kemi kujdes nga këto paraqitje. Sa i përket anës së tek standardi, po, është një standard më i lartë. Megjithatë, nuanca e dallimit në mes të ardhave të cilat mbesin neto, nuk është shumë e madhe. Më thash, sistemi social është më i mirë, aty s'ka fjalë. E ki sistemi shëndetësor, do thotë më të mirë, nuk po them, por e ki të garantuar. E ki sistemin social nëse mbetesh pa punë, e tjera. Këto janë ato gjërat të cilat e çmuhen më shumë, sepse janë një siguri për popullatën edhe këtu mbesin ajo baza mbi të cilën mbështetet jo vetëm shqiptar, po i gjithë popullsia e shtetit. Megjithatë, nëse llogaritën të ardhat për një kuk banori, dallimi, për shembull, për sot nuk është shumë i madh. Me vendet gjermane? Përmendoj me Gjermaninë? Jo, me Gjermaninë jo. Me qenë se dallimi, për shembull, në mes Austrisë dhe Gjermanisë është minimal. Unë po fuli për vendet të cilat përfshihen këtu në këtë rast me Kosovën, ose me qenë se Kosova është pak shumë ma ullë, po në Ballkan, për shembull me Kroacinë, dallimi është shumë i vogël. Tash mund të marrim shumë shembull konkret, për shembull. Për shembull, të ardhat mesatare, për shembull, janë cilën dikon 1.500, 600, 700. Dikush mund të thotë, pse kaq pak. Ato janë të ardhat mesatare. Ti nëse punon në një firmë, do thotë, të ardhat i merr në bazë jo të pagës mesatare, po në bazë të koeficientit të cilën e ka caktuar ajo firma. Nëse mund të flasim. Veç edhe një pyetje po ata Ndjes. Përmendë që shumë njerëz ose individ dalin dhe thonë që rrogën për shembull në Gjermani e kam më të madhe se sa që mund ta jetë realiteti. Pse ndodh kjo gënjeshtër? Pse ta merr mendja të paktën? Është pak nuk do të hyj në ato ujërat e njerëzve pak që krekosen, që ndoshta në një kohë nuk kanë pas asgjë, ndërsa tani kanë diçka, po ne kemi fatin të gjithë që e kemi kalu atë fazën e vështirë, kur kemi pas, por edhe kur s'kemi pas asgjë. Më vjen shumë keq, për shembull, kur dëgjoj për fat keq edhe mediumet e ndryshme marrin ato ashtu siç i thojnë ata. Kështu që ato mbeten. Po them 7.000. Po nëse mu për shembull Bibia më thotë që kam pag 7.000 franka në muaj, unë mundem edhe me besu, se nuk mendoj që dikush e ka... Ti mund ta besosh, por ti duhet ta pyetësh a e ke neto apo bruto. Problemi është këtu. Nëse merr të ardhurat bruto, unë për shembull, personalisht për shembull, nëse do ka arriti të ardhurat e mia bruto të shkoj 7.000, mu ose ty të intereson sot të mbesin në xhep brenda muajit. Kjo është për rëndësi. Normal. Jo bruto. Po, vërtet kjo pjesë. Edhe këtu na intereson sa na dalin bank. Po ma mirë dhe ndoshta edhe çështjet e pagës nuk ki nevojë me pyet një njeri pse merr muj. Po, tash ka rrez për me u lavdu, pse jo. Se do flasim edhe pa i pyet hiç. Po, ja disoj marrun në Gjermani. Çfarë është qëllimi? Najem, mendoj që përgjigjen tonë e di pse për çka ankohemi më shumë, kemë thonë për politikë. Edhe tani më ankohet. Padyshim, domethënë nuk ka gjë të keqe prej ankesës dhe mirë që ka ankesa, për shkak se ankesa na tregon se kemi një popull të ndërgjegjshëm për atë që kërkon dhe vetëdijshëm për atë që kërkon. Do të ishte çudi nëse populli nuk do ankonte, do të ishte dakord me çdo vendim politik, social apo kulturor. Domethënë do të ishte budallallëk nëse qytetarët nuk ankohen. Po padyshim unë nuk pajtohem atë pjesën se standardi i Kosovës dhe standardi i Zvicrës apo ndonjë shteti perëndimor është i njëjtë, ku shporta mujore domethënë është 1.000 deri 1.300 euro pa u llogaritur qiran për një familje 3 apo 4 anëtarëse, që i merr mujt 600 euro maksimum mesatarisht. Domethënë është e palogjikshme që një familje mbijetoj me një rrogë 600 euro, me një standard që shportën mujore ka nga 1.000 deri 1.300 euro, shumicën e rasteve ku punon vetëm një individ në familje. Domethënë kjo është absurde, padyshim, edhe për të padyshim që duhet të ketë ankesë. Dhe pastaj për jetët sociale. Jetët sociale janë një mekanizëm i jashtëzakonshëm ku njerëzit mund ta shprehin fjalën e lirë të tyre. Edhe protestat më të mëdha, revolucionet më të mëdha moderne që janë sot, janë pikërisht nga jetët sociale. Edhe ka shumë protesta, i kemi protesta në Serbi, protesta në Shqipëri,
protestat Maqedoninë e Veriut, revolucioni Laraman, do të thonë ishte një formë organizimi masiv online, digital, që flas edhe për perëndim, edhe në linjë, ku të doni, do të thonë. Edhe mjeti i parë kur dëshiron t'ja marrë një oligark, një autokrat, shprehjen e lish, qytetarit është pikërisht mbylljen apo të rrjeteve sociale. Rrjetet sociale janë një mekanizëm i jashtëzakonshëm dhe mirë që ekzistojnë dhe mirë që qytetarët organizohen edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Mu më vjen keq që po momentalisht me thënë qytetarët jo që ankohen, po janë në një komfort zone dhe po i mbyt më shumë komfort zona se sa ankesa. Nuk shoh qytetarë që ankohen. Nuk shoh qytetarë që ankohen në Kosovë, nuk shoh qytetarë që ankohen në Maqedoni. Në një qytet në Maqedoni, në Kosivar, pati diku 3.000 të helmuar prej ujit të pishëm, për shkak se kishte një përzierje të ujit dhe askush nuk ankohet. Janë komfort me politikat e veçeverisjes lokale. Apo në Kosovë ka një ekonomi jashtëzakonisht të brisht dhe njerëzit nuk ankohen. Kjo është butallallëk. Pse janë komfort? Për shkak se janë komfort mbrenda interesit politik që e kanë. Nuk dëshirojnë ta lëndojnë idhullin e tyre politik. Po nuk janë gjithë. Nëse del kundrejt idhullit të tyre politik, atëherë ato e marrin se e shohin një profet, se e shohin një figurë të jashtëzakonshme për qytetarët, të cilët mund të jenë masë qytetarëve. Jo të gjithë mundën me pas bindje që ti përshtaten liderit. Qytetarët tanë, domethënë, kanë Zbesoj që jemi aq popull i politizuar deri në atë pikë. Jemi më shumë se sa që e mendojmë të politizuar. Mirë. Domethënë, edhe jo vetëm të politizuar, edhe të partizuar. Të partizuar. Po. Mendoj që jemi populli më i partizuar që... Po, dikush ndoshta ka një ankesë politike që po e qumë kështu, po e dënë partinë në fjallë dhe ma përpara s'fol hiç se që e shfaq ankesën për atë parti që ka votu dhe shkruan për të direkt elogje në rrjetet sociale. Patjetër. Do t'ishte budallëk ta shaje thashat profetin që ka në krye të parlamentit, qeverisë, apo nuk e di ku. Nuk flas vetëm për Kosovë, flas edhe për Maqedoni, flas edhe për Shqipëri, flas edhe për vende tjera. Do të thonë, ne si komunitet, si shqiptar, kemi zënë atë komfort zonën tonë dhe po druajmë, të ofendojmë, të shohim, të kritikojmë atë që na merr të drejtat, atë që nuk na jep një jetë mirëqenie sociale, ekonomike, politike e çfarë lloji qoftë. Fatoni në fillim tha më shumë shoh ankesa në raport me gjëra që ndoshta nuk ja vlen me u anku, që mundesh vetëm me bos scroll në Facebook, se sa për gjëra që me të vërtetë duhet me ngrit zonin. Ajo ka të bëjë me degradimin e shoqërisë, për shkak se shoqëria është e polarizuar dhe ti, nëse dikush ankohet për dikë tjetër që ka idhull, ky tjetri, atëherë do të fillon një debat i zbrazët që është pjesë e degradimit të njëri tjetrit dhe jo të ankesave të reata. Patyshim e drejtë kjo. Veç nuk po kuptojmë fal, a ki fjalën për çdo ankesa nuk po bëhen, nuk po adresohen në mënyrën e duhur, a ki fjalën përgjithësi si popull i Kosovës, Maqedonisë Veriut që s'kemi ankesa. Ne s'kemi ankesa, s'kemi në cillë mënyrë, që s'pe adresojmë ku duhet apo s'kemi ankesa përgjithësi. Jo që nuk e adresojmë, ne frikemi të adresojmë ankesa. Frikemi të adresojmë ankesa për shkak se i drejtohen figurave që mbase i besojmë më shumë se sa që duhet. Ju besojmë lideri politik, ju besojmë domethënë edhe nëse ti ankohesh kundrejt liderit ton politik, atëherë domethënë ti vjen përballë domethënë cënon domethënë atë që e ke votu, cënon pushtetin e atij. Dhe të ne frikemi të cënojmë pushtetin e liderëve tonë. Të ne domethënë janë gatshëm syti të janë nxjerrë njëri tjetrit, për arsye se nuk duron domethënë ta ofendosh ose ta shash liderin e dikujt. Edhe pikërisht janë ata që menaxhojnë politikbërjen, jetën sociale, jetën kulturore në momentin tonë. Nuk do me thonë ankesa gjithçysh me shoh dikon, që jam kundër kësaj. Nuk do me thonë po ankohesh në diçka, nëse ankohesh diçka për me shoh, po jo kritikë edhe shorje pa nevojë, pse po më teket ju çu Sabanës, po më pëlqej ky person. Shorja është degradim. Po mbien me diçka edhe po shoh. Ne pi adresojmë ankesat në mënyrën e duhur edhe ku duhet. Ne nuk adresojmë ankesa. Kjo po sa, ama pse s'kemi ankesa, kemi ankesa për ditë lloj-llojshme. Shumë, ju në tepru. Si mundi po di mas vetë mos çfarë do. Po, Naimi po thotë, ne kemi ankesa për gjëra që me të vërtetë na prekin në jetën e përditshme, po ato qatë që jemi shoqëri e politizume, si pas Naimit, që ato nuk i shfaqim, sepse më pas del që e votojnë po zëm Albin Kurtin, si shembull po marr, më pas lëndohet lideri dhe kështu është një pjesë, po nuk besoj që është shumica, është një pjesë që shpresojnë me një diçka, një përfitim edhe për atë arsye lojë. Uroj që s'jemi po kështu me mbyll gojen veç për shkak liderit. Po e tregoj një anekdotë që lidhet me temën shumë.
Ankohemi do me thonë shumë dhe veprojmë pak. Në një kohën Osmane ishte një pasha në një zonë dygun, banorët ankohen se pasha e ka sjell një elefant. Edhe ai pjo shkel arat e kopshtit e gjitha këto. Banorët aty ngritën kamë dhe kërkojnë për Nasradini, thonë, a mund është me shkue te pashaj edhe me largu këtë elefant se në shkatroj bereqetet. Ata thonë, a i thotë, po jo, pra se mu një për një shakagjie, meselegjie, dikush për juve duhet, jo, ti duhet, jo, ti e mirë, a i shkanë ti edhe, po ta do vini, shkojnë bashkë, po. Rrugës nisën gjithë dhe njerës që banë ankesa. Po të sa afrojt e zyra pashajt, një shkon të ne, një këtej, edhe e Nasradini e i pante që njerëzit po humbin rrugën. S'kishte, mbetën shumë pak, kur a i trokiti në derë aty, u këthyë si ishte asë një. Hajde Nasradini, qka ke ardhë? Tha popli dashën, pasha po e lypë, mi au sjellë dhe një elefant. Pra ndroj gjdo gjanë. Qka du të thëmë? Pra ndroj dhe kërkesa. Nga Po përbal me pashojnë. Po, ja shtoj problemin se u adha përgjigjen. Do më thonë, sola këtë anekdot për me ilustrua pak temën për cilin po flasim sot. Kure përkthejmë të këne shqiptarët, pastor? Po kjo është dhe? Ku e gjejmë vetën? Ankimi për një shoqëri të hapur demokratike që zhvillot është domosdo. Ankimi. Në shoqërinë tonë, mirë ne kemi trashëguar një kulturë tradicionale ose konservative që ankesat nuk janë dëgjuar. Prandaj edhe sot, njeriu qytetari kur sjell një ankesë, ndjet i shtypën, sepse s'merret kush me ankesën tonë se menon që s'do se ne kemi trashëguar një reagim tillë kolektiv ose zonar ku do që jemi rrit. Ana tjetër është se unë personalisht mendoj se nuk kemi shumë të bajnë me ankesat, dhe po flasim si përka nocioni termit në rregull është, por ato që shpjeguan edhe parafolësit, mendoj që ne jemi futur jo tek ankesat, po tash ne jemi te akuzat edhe tajo që quhet murmuritje. Pra cilë është dallimi mes ankesës edhe murmuritjes? Ankesë mirë, unë bajt çfarë do të qoftë një problem që u përmendën këtu disa shembuj edhe a mënyrë individuale apo një grup qytetarëve dërgojmë ku duhet në një adresë të caktuar. Po murmuritja është një tjetër reakcion qytetar i cila vjen nga konfuzioni, vjen nga pezmatimi, vjen nga mosbesimi edhe përcjell një frym që nuk është interesuar me zgjedhja të problem, po është thjesht vetëm sa me shpreh mllefin që e thatë në hyrje. Pra, reagimi nuk po mbjell për me zgjedh dhe këtë murmuritja, ose ankesat e llojeve tona që po i bëjmë, nuk kanë synim zgjedhjen e problemit, as me shku pra në adresën e duhur. Por ne këta e bëjmë si një pjesëmarrje të një reagimi shoqëror. Edhe tash pikërisht rrjetet sociale janë duke e përfaqësuar komplet këtë lloj mendësie jo të mirë në vendin tonë që merremi me jo kompetencën edhe merremi me thashë thëme. Prandaj unë kështu i shoh këto zhvillime, kështu shohim ankohen njerëzit. Murmuritja që bëhet më pas ajo niset për ankesë, po më pas nis diskutimi që ka lënë ndoshta në debate të tilla që humbet dhe thelbi i ankesës. Po, problemi është këtu pak më i thellë, sepse murmuritja secili kupton që nuk do të na çojë askund. Po. Kurse ankesa do të ka një tjetër përqasje që ne do të merremi mbjell aktivizëm, mbjell shpresë, ndjell një rend, ndjell një protokoll. Do thot, shkori nga ana gjyqësore ose komunale, ti kje një afat kur ka, për shembull, ankesa sa ditë ka afat. Mirë, nuk përgjigjet ai organ, masanej ti fiton drejtën me shku më lart, e kush janë ata shqiptar që shkojnë bëjnë ankesa të tilla protokollare, ligjore, administrative, që ta fitojnë çështje nga shkalla 2, 3, 4,
megjithëse nuk i përkas kësaj fushë. Nuk është që nuk bëjnë, po besoj. Sepse është zakonisht kur numri njeriu e sigurisht i atakon vogël. personalisht, ai po besoj që do të gjej rrugt, edhe do të gjej opsione të dyta, të treta për me e zgjidh situatën e vet në të drejtim. Anës legale. Po kur jemi tek veprat penale, ne i shohim çdo ditë, shumë raste përfundojnë duke shku tutje në përshkallë gjyqësore. S'është që nuk bëjnë ankesa. Njerëzit kur atakohen me problemet e tyre vetë, të duan t'i zgjidhin problemet e tyre. Problemet që i kanë kriju vetë. Ne dim që për shembull në vendin tonë, po flasë për Kosovën, pak a shumë është njëjtë edhe në Shqipëri, për Maqedoni ma pak kam një huri për shembull për sa i përket pronave. Ne kena problem shumë të madh si Kosovë, pikërisht sepse prona ose nuk është nda, ose askush nuk ka nisë me kohë me zgjedhje këtë problem. Por domethënë ne jemi aq shumë jemi mrapshtuar në sistemin se si e kanalizojmë ankesën dhe çfarë rezultatesh presim. Prandaj është nisë një fushë e re që quhet akuza kolektive, murmuritje, pak nësi edhe tash rrjetet sociale po e ndihmojnë këtë gjë, se sikur kur unë shkoj me gishtin të secila faqe, unë sikur ndjehemi detyruar që me reaguar në çdo lloj gjëje aty që edhe Fatoni tha. Ndjehemi i obliguar. Behare, po du pak me fol për këtë pjesën që e përmendi Fatoni që njerëz ankohen, kalojnë në kritik për diçka që ndoshta vetëm munden me kalu edhe mos me fol fare, sepse në fundit nuk bjen kurfar përgjigje as kurfar veprimi. Si përshkruan këta njerëz, sepse sa herë e kemi diskutuar këtë temë, panelistë të ndryshëm, psikologë të ndryshëm e kanë japur atë përgjigjen që njëri që nuk ndihet rehat me veten sillet në atë lloj forme. Pa është gjithmonë kjo? Sa ka shumë njerëz të parahatshëm me veten kena që me po ato komente, ato ankesa të tilla siç i përmendi Fatoni. Pavarësisht prej ankesave, nëse ankesa do të thotë e ka jo sens, është e pa kuptim. Ndoshta disa persona e kanë vetëm atë qëllimin që të bie në sy për kërkim të vëmendjes, jo për diçka që e din që ajo është e pamundur, për shembull vetëm të flasin diçka, të tregohen diçka, përmes asaj dëshirojnë të arrijnë një lloj vetë besimi ose vetë vlerësimi varësisht prej komentuesve që të marrin. Jeni kontrollojnë sa herë, sa like i kanë marrë, sa komente, po jo që është një ankesë reale. Sa i përket ankesës reale që ka të bëj kur preket direkt individi, kryesisht që ka ankesa, do të thotë kur kemi të bëjmë në aspektin individual, por jo në atë aspektin kolektiv. Sa i përket kolektivitetit, gjithmonë pritja është tek tjetri. Ne bëjmë murmuritim, bëjmë zhurmë, por tjetri duhet të marrë iniciativën për të vepruar. Kur vjen puna te veprimi, gjithmonë tërhiqemi, dhe ai që mbetet etiketohet është Deli Azez. Prandaj edhe më mirë po tërhiqna edhe unë, sa që mbes Deli Azez. Prandaj edhe është kjo pse njerëzit, domethënë, me ankesa të vazhdueshme, kur e sheh që nuk ka një efekt, nuk ka një përgjigje pozitive kundrejt asaj ankese, atëherë dhe kemi pasivitetin apo atë tërheqjen dhe mosbesimin dhe krijohet ajo komfort zona, se jemi mirë. Prandaj edhe në grupet, për shembull e potencoj kolegu, grupet për shkak një parti ose një parti tjetër, edhe nëse e din që nuk është të vërtet apo nuk është të drejtë, këtë tjetri e ngret një ankesë për shkak të simbolikave të ndryshme, për shembull, që simpative të ndryshme, edhe pse e din grupi tjetër që ajo është reale ankesa, e kundërshtojnë. Këtu në lindin edhe konfliktet. Prandaj edhe jemi këtu ku jemi, se ne nuk jemi të një mendim kur është një çështje kolektive, një e pa drejt një çështje. Për shembull, ne në komunikacion ankojmë të gjithë, po askush nuk i respekton rregullat e komunikacionit. Domethënë ankojmë për tjetrin, po vetë veprojmë njëjtë. Ose për shembull hedhja mbeturinave, gjithë kemi ankesa mbeturinat në rrugë, edhe i gjujmë edhe vetë mbeturinat. Prap po kthejmë të ajo, domethënë ndryshimi fillon prej vetës. Nëse ne nuk kemi në gjendje ta ndryshojmë vetveten, nuk mund ta ndryshojmë askën tjetër, po edhe pritshmëritë ti krijojmë për vetveten, prej vetvetes, jo duke pritur tjetrin. Dhe kështu besoj që mund të ketë ndryshim. Pra të energjinë e ankesave ta shndrojmë në energji të veprimit. Behare, pse janë disa njerëz, sepse edhe njerëzit dallojnë tash njëri me tjetrin. Për shembull, shpesh kam dëgjuar, po besoj edhe jo dhe të gjithë këto që është komentuar një person që thuhet që ai personi
kur goja lum nuk i bën, gjithmonë ka veç ankesa, shë gjithmonë vetëm ze. Pse janë të prirë disa njerëz të ankohen më shumë se të tjerët? Është ai zakonisht njerëzit që ankohen shumë dhe kanë ankesa shumë, po dalin prapë te pakënaqësitë me vetveten, me atë gjendjen e tyre të brendshme, që nuk gjejnë qetësi. Prandaj mundohen ato bushllëqet brenda vetës ti plotësojnë përmes ankesave, përmes të adresu të tjerëve problemet. Domethënë problemin është tek të tjerët, por jo tek unë. Nuk e gjejnë problemin tek vetja, domethënë nuk reflektojnë, nuk kërkojnë problemin brenda vetës, por e kërkojnë jashtë. Kur problemi kërkohet jashtë vetvetes, sigurisht ankesa do të ketë në vazhdimsi. Edhe mendoj që është ai vetbesimi ulët, kur personi nuk ka besim, ose aftësia e tij duket më e vogël përballë një ankesë ose një pakënaqësie, atëherë më lehtë është të flasim, të bëjmë ankesa sesa të marrim ndonjë iniciativë apo ndonjë përgjegjësi për ndonjë veprim të duhur. Të pyetje ndoshta me ndërlidh. Po. Pse është më e lehtë për KD të ankohet, është më vështirë të veproj? Pse? Sepse të ankohesh ose të flasësh të keqen ose të kanalizohesh në këtë lloj energjie, nuk të duhet kreativitet, nuk të duhet përkushtim. Nuk e pse një dy çfarë të mendosh, bashkohesh me një gjë që është një lloj strumbullari që të tërheq më kollaj edhe identifikosh mënyrë me të tjere që janë duke bërë këtë lloj veprimi. Për veprimi kërkon një kualifikim ndryshe prej te. Në ato raste që zonja i përmendi, çfarë flasin këtu? Kërkon një ndërgjegjësim edhe një veprim nga ana jote personale. Pra bëhu shembull vet me gojen, me veprimin, me dorën, me durimin, me burin, me çfarë do tjetër, me shikimet, ndoshta çdo gjë. Edhe në këtë mirë, nga ana tjetër njeriu është i lindur ta imitoj të keqen më shpejt, ta përvetsoj dhe ta imitoj, se sa ta imitoj të mirë. Kjo është ajo lufta permanente brenda nesh, dikush e thot uj kuzi, uj kibar, dikush e thot ashtu e kështu, e mira e keqja, po njeriu në vetvete është kjo, dhe ne e shpjegojmë jo vetëm për shkak të mëkatshmërisë, por njeriu më kollaj bën aleancë me të keqen sesa me të mirën. Pse? Nga e mira dhe i miri ti nuk ndjesh i kërcënuar dhe i rrezikum. Ti ndjesh i rrezikum nga i ligu dhe i keqi. Ti keni kujshi që është i mirë edhe ty kur nuk shkon ndërmend ta nderosh edhe ti jepesh, si thosh, kredenciale sociale në atë mes ku jeton. Edhe nuk i thua mirëmëngjes, zonjë nderuar se zotëri kështu. Por ai që është i jashtëm në atë komunitet, atë ti nga ajo pasiguria jote, nga frika jote, ati jep më shumë kredencial. Thot, Bebi, pse për çka ankohen më së shpeshti Gjermant? Me qenë se Gjermant. pse ankohen gjermanët? Jo, për çka ankohen më shpesh? Shibjen shumë ankohen. A qa që në gjërat Nuk në të qoma vi? mirë me gjë. Shiko, unë tash më herët tehu i ankesave, me që se të një kuqat atje, tehi i ankesave atje është në vendin e duhur. Se ankohesh për shembull për një banis të cilën e ke marrë me hua ose me qira, të ankohesh të aj. Po marrë vetëm një shembull, çdo vit bëhen negociata në mes të sindikatës së pavarur të punëtorëve dhe punëdhënësve. Do thot tani në tetor është afati, do thot, edhe ankesat. Punëtorët gjithmonë ankohen. Ti duhesh të ankohesh për shembull në këtë rast tek punëdhënësi në mënyrë që të krijohen kushtet më të mira, edhe të punës, po edhe të ardhurave. Kjo është një drejtë legjitime. Tash dallimi është ato këtu se atë janë ku në vendin e duhur, ndërsa këtu në vendin e pa duhur. E te ka dhe njëherë, ankesat në rrjetet sociale ma shumë kanë atë efektin psikologjik të mos se sa efektin praktik. E sheti si kur Naimi që tha jemi shoqëri e politizume dhe për gjërat ndoshta konkrete nuk ankohemi, jemi ra me një farë komfort zone. Ana ka fshi politika për para, një farë forme. Fatkeqësisht po. Ne kishëm me qenë se ne kishëm një tresë të rëmbullakët vitin e kalum,
politika dhe resurset sociale. Për fatin tonë të keq edhe gjërat të cilat fare kanë të bëjnë me politikë, politizohen. E këshëm një rast vitin e kalum, me që se vinë ka mërgata, kështë që, kur edhe ai rasti tragjik që ndodhi në Ujman ju dha një konotacion politik. E mos folim për gjërat të tjera. Një shoqëri total e politizuar me argumente të cilat fare kanë bëjnë me politikë, që kanë varet për shembull nga politika vendore kam fjalën, situata ndërkombëtare ose hipotezat e shteteve të mëdha në Jemi edhe eksperta geopolitikës, nuk e dija, i ki pa komentet në Facebook. Po, ato po du me dalë. Tek geopolitika po du me dalë. Pikrisht ato. Kështu që, nëse shikojmë disa analista, së thuti që Kosova është njahës. Poshtim ekspertës së cilës sillet vota. Mirë po. Nëse shikojmë, për shembull, reakcionet, me qenë se une, si që dini mena me pak profesionive, nëse shikojmë reakcionet e portaleve dhe gazetave të ndryshme, të cilat ne, ose une, ose kolegët e mi, nuk i postojmë. Për arsye se janë negative, ndërsa është e kundërta këtu, postohen në do të shtetit Kosovës. Na i seleksionojmë për shembull informatat dhe ato të cilat janë në dobi të shtetit Kosovës, i plasojnë në mediume. Ato të cilat janë në kundërshtim me interesat tonë, nuk i postojnë. Mirë po, i kena do kujdestar këtë të cilit ata i postojnë, edhe merre me mend. Po të shikojnë prej para një jave, një deklaratë, s'po duhet të përmend emra, një deklaratën e një politikanit të Kosovës në 27 mediume Gjermanë folë që ceket, në kontekstin negativ. Ta shmuqu unë ata me postua, në asë një mënyrë. Mandaj po thëmë, duhet pasur kujtes këta njerës, që fjala, sidomos në mediume, në portale, kur është në, ti mund ta kundërshtosh një parti politike, derisa në atë mas, kur nuk e rrezikon shtetin edhe institucionet përkatëse. Por nëse një citat e merë një portal Gjerman, dhe shka shpërndahet pas taj në 10-15, nesër pas njerë, kur shkullesh në bisedime, po thëmë në thojza, thojnë, po jo, ata t'jot kështu po thojnë, ne kemi drejt për të bërë shtypje ose presion në sektor e caktuar. Besoj, Naimi ka me thonë diçka rreth kësaj. Jo, është diçka çudi se flasim për ankesën dhe veprimin, vetë ankesa është formë veprimi. Dhe nëse është formë veprimi, dhe me thënë nuk e dallon nga veprimi dhe ankesën. Edhe ajo e dyta që flasim tani më së shumti është ajo procesi administrativ i ankesave, që normal arkivohet, çohet në administrat, komunë, gjyq, apo nuk e di çka. Këta janë domethënë forma administrative të ankesave që dërgohen nëpërmjet dokumenteve, plotësimeve, duhet një avokat, një administrator, një shërbyes të shërbimeve intelektuale që i kryen këto shërbime, domethënë plotëson një dokument dhe dërgon ankesën, që është shumë e mirë dhe shumë normale. Po ka edhe forma të tjera të ankesave, që janë ankesa të organizuara, që edhe përmendje edhe zotria më herët. Janë forma sistemike të organizuara, që formohen në forma juridike dhe politike në esencë. Në atë forme kanë sindikatat, funksionimi sindikatave, tek ne, mos pasja një sistemi të mirëfillt, mos pasja një sistemi funksional, bën që mos kemi sindikata funksionale. Sindikatat kur nuk funksionon, ai punëtori normal që do ankohet që nuk e ka rrogën e lartë. Ai punëtori normal që do ankohet që nuk i del rroga mujore me një shport që thash nga 1.000 deri 1.300 euro, kur i merr as 600 euro. Dhe e mban një familje 3 anëtarëse. Dhe këto ankesa normal që kështu njëjtë edhe në Kosovë që konsiderojnë që sindikatat nuk janë shumë funksionale sepse zë ngrisin. Po, të ngrisin zë dhe të jenë funksionale, do me thënë, ajo shihet nëpërmjet standardit jetesës popullatës dhe funksionimit që lehtëson shumë punë tek qytetarët, tek
çfarë do lloj aspekti, çfarë do lloj profesioni. Dhe nëse ne nuk kemi një sport të real për qytetarët, si mund të themi se kemi sindikata funksionale? Nëse nuk përputhet shporta mujore me standardin jetësor me rrogën që e merr qytetari. Do të thonë, sindikatat shumë janë puta këmbës të sistemit dhe janë në ratlëkun e vetë brenda sistemit se sa funksionojnë për të mirën e qytetarëve dhe formojnë ankesa kundrejt qeverisë, komunës, kompanive, oligarka apo nuk e dikujt. Do të thonë, ne kemi një sistem jo funksional. Dhe deri i sa kemi një sistem jo funksional. Forma e ankesave është normale kaotike. Për shkak se nuk dihet se si organizohet. Do organizohet një protestë, do ketë një formë organizimi mbase rebel qytetarësh. Po edhe ajo do dërgoj një dokument në qeveria, po nuk e di ku, dhe sa do merret parasysh, sa do ketë një lloj kompromisi për ankesat e qytetarëve, qoftë për ndotjen e ajrit, qoftë për infrastrukturën Prishtinë, apo nuk e di çka. Ajo është pastaj problem tjetër. Që le për të dëshiruar këtu edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Na për shembull unë e kam vrejt, po flasim tash për rrjetet sociale ku aty shohim për çka po ankohen njerëz. Më shpesh ankohemi për gjëra që hiç nuk kanë bëjnë me neve, pra merremi me probleme gjeopolitike që përmendi dhe Bia, ndërkaq për gjëra që na prekin drejt për drejt si qytetar nuk flasim. Ne flasim për një periudhë të re brenda shoqërisë tonë që ne nuk kemi ende, nuk e kemi kapur ashtu si duhet. Ne duhet ta dimë se Gen Z është shumë trendi në trend me rrjetet sociale. Edhe ankesat e tyre janë shumë trend me kohën që jetojnë. Dhe normal që shumicën e rasteve në rrjetet sociale shumica janë të ri. Pastaj ka edhe një moshë të caktuar tjetër që po shumë e përdorin për provim personal. Qoftë lloj mendimi, qoftë kritik, qoftë degradim të personit tjetër, por ajo që organizohet në rrjetet sociale është ajo gjenzia që ne e përjashtojmë vazhdimisht, po që është pothuajse edhe në Kosovë 60% e popullatës. Dhe ne përjashtojmë nga një sistem organizimi 60% të popullatës brenda Kosovë që ankesat, base edhe pa informacioni, i ka pikërisht në rrjetet sociale. Deshta vetë të lidha një sekond, një minut. Problemi i ankesave, për shembull, nuk dëshirohet të merrem me anën teorike, ma qef kam me anën praktike, cilat i rëndon qytetarët. Jo për rrjetet sociale, por për rrjetet praktike. Për shembull, pyetja rrjedh, si funksionojnë sindikatet e pavarura në Kosovë? A janë të politizuara? Na kemi në brenda një firme, mos përmeni edhe mediume, të cilat ekzistojnë nga 3-4 sindikate të pavarura. Kur këto janë të shpërndara, si mund të mbrojnë për shembull interesin e punëtorëve të asaj fabrike për shembull? Nuk mund të mbrojnë me qenë se ato janë të parcializuar. Naimi në start vetë që si shoqni Naimi fajmi tërësisht politizum. To su pajtu Fatoni, pa jo s'ma mërmenja që jemi edhe bashkë ashtu. Fatonit nuk vi doka. Partizum ta. është një pjesë, e këta e the shumë mirë se shoqatat që duhet më mirë me drejta punëtore, këtu janë politizume skajshmërisht. Edhe këtu nuk punojnë për ato që kanë thirruna me punu, po që dhe putha këmbës personalitetin ndryshme të politikës. Nga në pushtetit, po, jo vetëm ne këtu, po me që se cilit, ku do në cilin do debat, duhet të konstatohet, që të mos për Kosovën, që po flasin këtu, që pushteti në Kosovë nuk ka asnjë lloj zëri alternativ, as ai që është opozit, që i konkuron në cilin do lloj formati, as me vlerë, as me ide, as me asnjë gjë. Edhe kjo është fatkeqësia jonë njerëz si Kosovë. Unë nuk po akuzoj ata që jeni pushtet, çfarë kanë bërë kanë bërë, po edhe unë jam dakord që sindikatat ose organizatat ose IQ ose çfarë do, ku do duhet të kishte organizim, mobilizim, trive, çdo gjë. Mendoj që këto zona vetëm po shkojnë duke gjetë kompromisin dhe përfitimit e tyre personale, edhe prandaj jemi këtu si Të zëshme, do ta përmendim që të zëshme janë këto sindikata. Ne e shohim për shembull shpesh sindikatën e arsimit tek na është. Ka fol për problemet që ka ai sektor, po më pas. Ishte për para, po, për jo tani ka 4-5 vjetë nuk është. Ata nuk janë pajtu
për një kohë gjatë që prej ardhjes në pushtet të lëvizjet dhe vendosje dhe kjo duket që i ka pezullu dhe komunikimet midis qeverisë Te ke punët nuk ka rëndësi kush është në pushtet. Atë nëse sot është vetëvendosja, vje dikush tjetër, po mërësi është edhe kjo orientimi jonë politik për të marrë çdo gjë, për të kontrolluar çdo gjë, aq më keq për ta keq përdor edhe këtë mos kulturën tonë të shprehjeve të pakërësive. Për shembull, këto ditë është duke u diskutuar shumë për atë kontën në Facebook të Lule Gjelit. A pishe çfarë probleme kemi? Po pra. Pse është bërë ky fenomen tash? Problem. Pse është bërë kjo? Kjo rrjet pikërisht për kësaj çka jemi duke diskutuar ne këtu sot. Po edhe ky mobilizimi që po përmend Naimi, që po bëhet në rrjetet sociale, shpeshherë po shkon drejt edhe një dezinformimi. Për shembull, nëse e marrim paknaqësinë e shprehur në Shqipëri që po bëjnë qytetarët atje, shpesh e gjithë procesi i kësaj proteste është karakterizuar me shumë fake news, shumë çështje të cilat janë ngrit dhe më pas kanë humbur ndoshta edhe motivet e njerëzve për çka kanë dalë me protestu. Apo jo? Ajo ka bëjë me vendimarrjen pastaj politike, se sa janë tërheqës dhe sa janë kërkesat të realizueshme nga pushteti. Dhe më thënë, kur vjen balancë kërkesat e qytetarëve me formacionin e organizimit pushtetit, atëherë formacioni i organizimit pushtetit në base tek ne zhoer fiton për shkak besueshmërisë më tepër se që duhet kundrejt pushtetit dhe jo kundrejt organizimeve qytetare. Fatoj, nëse për shambull, po flas e ke votu një X partije politike. E shet që qaja parti politike diçka shtu bo gabim që po të ndikon ty drejt për drejt në jetën e përditshme. A kishe, si qytetara, kishe reagu? Spore, vota, unë personalisht dhe besoj duhet se cili me votu si mas bindjeve të veta, jo si mas direktive e dikujna. Nëse voton si mas bindjeve tua, atëre po, unë jam 100% i lirë me ngritë zonën për diçka që mu s'po pëlqen. Për shembull, unë e kum votu, tash jam për Mitrovice, e kum votu kryetarin e fundit, Fatën Pecin. Po unë e kum ngritë zonën se ju ndërprej dritat në lozë, them nuk punojshin. E kum ngritë zonën për çfarë? Unë kum votu me vullnet kum votu. As nuk kum pas bëj, as nuk e pas. Kum besu te dit kum votu, ky më rregullu si çështje. E nëse hendi prej fillimi, po. Po është rregullu. Nëse për fillimit e kini kërkesë dhe ajtë premtën që i këmë të aplecu, këta janë politikanë mo, ta të mojnë qashtë non-stop virën, edhe te nuk mund është me ngritë zonën me shprej se ty këmë të plecu që e kërkesë. Bo kia e kërkesë i te ke ngritë, këmë të plecu këtë fund mandatit tyne. Edhe të në kuën të mojnë qashtë. U kisha dosh pak ma shumë me full për qëta njerës, se nuk jemi fushës psikologjisë, ama ka që përëvuj si këm do rritë sociale me dhejtra mira ndjekës edhe pëshë që të negativitet të ku me gjithë ku është problemi dhe më hundë. Ose të këta njerë speciale. Të rjetët sociale, behare kemi pas shumë negativitet të njerëzit. Pse? Se e përmendi pandemin, Fatoni, nuk e di tha është problem pandemia, atë qka është, po pse jemi kaq negativ në rrjetet sociale? Nëse him me i lexu edhe komentet, nuk përmarrim vetëm ato ndoshta të ankesave që kanë bëjnë me jetën e përditshme, po komentet e më përgjithësi shohin negativitet. Tash varet prej, s'muj me folën për masën, për negativitet në varet, unë për shembull nuk i lexoj komentet, lexoj ato që më pëlqen. Dikush është i prirur për negativizëm, dikush është i prirur për pozitivizëm. Prandaj ti merr ato që ti e do. Unë kur e shoh për shembull një postim diçka negative, është thjesht një person e ka shprehur ose një mendim të vetin, i cili për personin nuk është negativ, po është për mua negativ, nuk e kçuri hiç, bëj skip e kaloj dikun tjetër. Prandaj nuk më thon që jemi të prirur vetëm për negativizëm, ka persona të dy anëve, po varet çfarë cilën ti e sheh, ose prej çfarë prizmi e sheh. Dikush vetëm shfaqe negativizëm për çështje të ndryshme, për inate të ndryshme personale, për dikë tjetër,
Prandaj edhe shpreh mllëfin, është mënyra më e lehtë dhe më e qasshme dhe më e shpejtë për me shpreh mllëfin, ndoshta edhe në një moment impulsiviteti ose gjendje afekti, se ndoshta ma vonë edhe pendohet, kemi pa për shembull raste kur është hek një postim për shkak se ka reflektu personi, por sido që të jetë çdo koment ose çdo komentues ose çdo postim që bëhet në rrjetet sociale, personi nuk e mendon si negative, mendon si diçka që ka të drejtë. Dhe sipas prizmit atij ka të drejtë. Tash varet në cilin kënd të shohim ne. Prandaj nuk mund të them që dikush është negativ po dikush pozitiv. Ne në psikologji domethënë mësojmë të shikojmë nga të gjitha këndet. Po ka dhe prej komentuesve, për shembull vetëm nëse i pari e fillon, domethënë vallën. Vazhdojnë tjerë me sulme, me etiketime. Kjo është pak, besoj që nuk e di, nuk e mendojnë atë që e komentojnë, nuk e analizojnë vetëm pse ka thënë ai. Ndoshta në një koment bëhet për inat të tjetrit, edhe kapën komentuesit mes veti pa e logjiku, pa e thelu, pa analizu mirë çështjen për çka po bëhet fjalë, ndoshta as nuk e di pse ka hyrë në një debat. Prandaj edhe unë besoj që këtu njerëz nuk e di. Po përmendet negativiteti kolektiv shpesh, kështu, kur mundet me pas një negativitet kolektiv ose një mllëfosje kolektive, me që përmendet që individualisht njerëzit perceptojnë ndryshe dhe shprehin atë çka ata e mendojnë ose ndjehen. Po kjo masa, kur? Prap po dalim te niveli i pasigurisë, i ankthit, i boshllëqeve që janë brenda personit, kur personi nuk ka një reati me vetvete, nuk ndihet i qetë, dhe tash e ka një dernje ku mund t'i shfaq mllëfet e veta, për ta plotësuar çat boshllëk se okej, tash jam okej. Besoj që kjo është. Se është që, domethënë atë negativizmi që ka brenda vetës është prej jashtë, duke u gjujt gjithmonë tek tjetri. Këta, domethënë, në fakt që ndërhyna, këta nuk e kuptojnë, domethënë, ta shta njerëz që ma shumë vetës i bëndon me atë negativitet që e shpreh me gjithat mlef që e shpreh dikun për gjuhë mërë persona, aty nuk e një personin hiq, se sa që i bëndon tjerë. Tash o rejtja pëse ti o rejnë dikon, është një sikur me pi helmin vetëm e shpresu që ai po vdes, mëraj nuk e di po hiq që ekziston të hiq. Unë se di hiq absolut kush është një njëri dhe e shon koment ato, është gjithat mlef. Thonë vetë, për çka është tanë ky mlef? Po ndoshta është ai personi që po komenton nuk e njeh personin tjetër, e ka atë mlefin e akumuluar. Një energji domethënë negative të akumuluar me kohë, edhe vjen një moment që e shpërthen e zbrasat energji negative përmes komenteve ose ku di. Personalisht kemi një traumë të trashëguar kolektive. Një traumë kolektive patjetër. Që në fëmijë, domethënë brez pas brezi, që çdo shembull kur ju themi fëmijëve tek ne, themi hesht se je i vogël, mos fal. Mos fal. Dhe vazhdimisht të rritemi, zhvillohemi me atë konceptin mos fal. Mos fal kundër politikës, se do të abuzoj dikush me ty. Mos fal kundër politikës, se do të nxjerrin nga puna. Mos fal. Domethënë ne jemi të traumatizuar nga koncepti i mos faljes. Dhe po se kemi pasiguri. Padyshim. Dhe një ndër faza domethënë që qytetari u çlirua nga kjo mosfalje ishte pikërisht rrjetet sociale. Dhe ne nuk dim të menaxhojmë rrjetet sociale pikërisht për shkak se nuk kemi mësuar të kontrollojmë dhe të organizojmë mendimin tonë. Për shkak se deri tani nuk kemi fol nga friga. Dhe na jepet një qasje e re ku mund të komunikojmë, ku mund të flasim, pas edhe kur nuk na sheh askush. Pas edhe me një profil fake. Pas edhe me diçka që nuk dukem si unë. Dhe më jepet mundësia të shpreh aq që mbase e ndjej nga frustracioni i mbretshëm që e kam. Dhe pikërisht shumë shkurt, nëse i sheh, domthon shumica pjesa dërmuese që dy njerëzve që shpërndojnë negativitet nëpër komentet të dikush, nëse hini e këshyr profilet e tyre ti shet i status ato, mbreslon se jetë pa mend. Sot që bashku mendu, që nëse të perimet dikush dënë me marr këshill për dikuj, atë lirisht thuj te këshillën tonë merr në Facebook tonë dhe je okej. Je shumë perfekt. Nëse merr këshillën, ti çka ke postu? Jo bim kontradikt, domthon komente me çështën për vetë. Të kundër të kësaj që zoti Naimi e tha. Kjo është një nga ato punë, por për shembull nuk është vetëm pse na është mbyllur goja. Para 2-3 jave ishte një rast diku në një fshat atje të Dragashit ku u vrarë një imam. Edhe ka qenë në rrjetet sociale reagime të shumta që i kanë njerit. Dikush ka thonë i lumdora, mira ka gjetë e tjerëve, ka pasur komente tilla për një me befasuese për një lloj publiku ose në përgjithësi si shqiptarët e trajtojnë vdekjen e kështu.
Pra ishte tej një norme normale shoqërore. Pse ka arë kjo? Kjo nuk ka arë pse dikush ishtë mbyllur goja, jo. Për kundrazi, tash është gjetë një mediume të reja, sikur se rrjetet sociale, për ta shprehur në veten, por nga vjen, nga është origjina e këtij negativiteti kolektiv. Sepse dikush, shteti, shoqëria, nuk ka ndërmarrë me dekada, kur është sulmuar një vlerë familjare, një vlerë nacionale, kombëtare, shtetërore, çfarë do të qoftë. Një emblema, dikush i thotë jo është lesk, një simbol kombëtar, se çfarë do të qoftë. Prandaj, kur shoqëria, shteti, tjerë nuk reagojnë, normal ti je duke kontribuar që të rritet që ky negativiteti kolektiv. Edhe dikur shpërthen, edhe do ta përpijë edhe ato që është pushtet, edhe kështu përfundon. Kjo është kur nuk dim ta bëjmë dallimin e lirisë së fjalës, lirisë së shprehjes dhe nga ana tjetër, domethënë, gjuhës së urrejtjes. Domethënë ne ngatrojmë shpesh gjuhën e urrejtjes me lirinë e fjalës për fat keq. Amo se në fund është temë e godve, që ato veç një pyetje kështu shumë shkurt. Kush i ka kontribuar qisoj gjuhës të urrejtjes kaq muna me thonë kaq keqe. Kush i ka kontribuar viteve të fundit qisoj gjuhës urrejtjes që dojnë shqiptarin e don me vrap. Kush i ka kontribuar? Ku nes që ke punë? Kush është të i fry që saj pune? Unë nuk e di sakt, po për shembull kur ato dëgjoj, sikurse edhe jo debatet e ndryshme, njerëz tjerë bisedojmë edhe me politikanë, biznesmen, kështu në mënyrë edhe private. Ata thonë që ka një projekcion. Nga kush po vjen? Po vjen shkur shqiptës ose dolëm ti dërtim, po vjen për lëvizjet dhe çonit. Që unë besaj, unë një katolikë për vëllohë Lëvizja dhe qanit është një gjajë është kak pasoj, sikur që kjo lëvizje. Unë besaj, antikombëtare, para se antivetare, nuk o kush mu shmenen. Unë një katolikë kom vëllohë shqiptar për gjakur, një musliman edhe vëllohë. Pse nuk del kisha mu distancumër për kësoj lëvizje famkeqe? është lëvizje famkeqe, është antikombëtare fillimisht. Ja, duke besoj që është antikombëtare për këtë punësimi për me mbrojt të tempo, gjanat e ndryshme kanë ndodhur dhe mos ta hapim tash tjetër, e jemi Kur do të do ta trajtojmë këtë temë, do të jesh i ftuar. Ka ankesa. Kemi ankesa, faleminderit shumë që ishim së bashku. Se ne kemi në sinkron. A thojmë du të bashkë natën e mirë? Po thojmë natën e mirë. Natën e mirë. Shihemi nesër. Deri atëherë, në mbetë qëtë.